Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh. Pamjet pasha librin e qartë. Na, me të vërtetë, e kemi shpallur Kur'anin në natët e shenjtë dhe ne, me të vërtetë, jemi paralajmërues. Në atë natë zgjedhet çdo punë e gjykueshme e paluajshme. Me urdhërin ton. Na, me të vërtetë, kemi dërguar pejgamber, mëshirë prej Zotit tanë. Me të vërtetë, ai dëgjon të gjitha dhe e di të gjitha. Zoti të qiejve dhe të tokës dhe çka gjendet në mes tyre, nëse besoni me këmbëngulje. S'ka Zot tjetër posa Tij. Jeta dhe vdekja janë vepra e Tij. Ai është Zoti juaj dhe Zoti të parëve tuaj të lashtë. Por, atë dyshojnë dhe argëtohen. Andaj të pritë atë dite, kur nga qielli do të lëshohet ymi i qartë, që do t'i mbulojë njerëzit e u thuhet atyre, ky është dënimi i dëmshëm. Mohuesit atëherë do të thonë, o Zoti ynë, lirona prej dënimit, na, me siguri do të besojmë. Prej nga ata do të marrin këshilla, e madje u pat ardhur atyre pejgamberi me argumentet e qarta, e u shmangën prej tij dhe thanë, ai është i mësuar prej tjetër kujt, i çmendur prej gjindeve. Na, do t'i lirojmë ata nga dënimi pa kohë, por ju, me siguri, do të ktheheni në mojë. Kujtoj ditën kur do t'i kapim ata me një fuqi të madhe, na, me të vërtetë, do t'i dënojmë. Me të vërtetë, na qysh më parë e kemi vënë në sprov popullin e faraonit e atyre u pat ardhur pejgamberi fisnik. Duke u thënë, plotësoni ndaj meje atë që jeni të obliguar, o robërit e Perëndisë, sepse unë jam për ju pejgamberi i besuar. Dhe mos u madhëroni, mos u ngridni mbi Perëndin, unë, me të vërtetë, po ju sjell prej tij dokument të qartë. Dhe unë mbështetem në Zotin tim dhe Zotin tuaj për të më mbrojtur, që të mos më mbyti me gur. Nëse nuk më besoni, atëherë bile largoni prej meje. Nuk dëgjuan ata dhe ai e thiri Zotin e tij. Me të vërtetë, ky është popull mëkatar. Perëndia, atij i tha, ec me robërit e mi natën, me që do t'ju ndjekin, dhe lëret i detin e hapur, sa ata, me të vërtetë, do të janë ushtri e fundosur. Sa kopshtije e burime i lan ata. Arat e mbjella dhe pallate të mrekullueshme. Dhuntit në të cilat kënaqeshin. Ajo ka qenë kështu, dhe ne u kemi dhe trashëgim ato dhuntit e tyre popullit tjetër. Nuk i vajtoj ata as qielli as toka, nuk u lan ata për të dënuar në një kohë tjetër. Na, me të vërtetë, i shpëtuan bijtë e Israelit nga dënimi poshtërues. Prej faraonit, ai ishte mendje madh, njeri që përket çka lante çdo kufi. Dhe, në të vërtetë, i kemi zgjedhur ata, duke i ditur rrethanat e tyre mbi popull tjerë të asaj kohe. Dhe u kemi dhënë argumente, në të cilat ka sprova të qarta. Këta Kureshit, në të vërtetë, thonin: ekziston vetëm vdekja jonë e parë, na nuk do të ringjallemi më. Na i sjellni pra ringjallnat e parë tanë, nëse e thoni të vërtetën. A janë këta më të mirë apo populli u bas, apo ata para tyre u bas? Ata, na i kemi shkatëruar, me që, me të vërtetë, ishin popull mëkatar. Na, nuk i kemi krijuar qiellin dhe tokën, as atë që gjendet në mes tyre për t'u zbavitur pa qëllim. Na i kemi krijuar ato me qëllim të plotë, por shumica e tyre nuk e din. Me të vërtetë, dita e dallimit të së mirës nga e keqja është e caktuar për të gjithë. Dita kur i afërmi nuk mund t'i ndihmojë asgjë të afërmit, as që atyre do t'u ndihmojë kush, posa ata që i ka mëshiruar Perëndia, sepse ai, në të vërtetë, është i plotësueshëm dhe mëshirues. Me të vërtetë, druri i zekumit, një lloj druri tepërdh, do të jetë ushqimi i mëkatarit. Në barkun e tyre velon sikur xheja e shkrir, ashtu si velon uji i nxehtë. Engjëve u thuhet, ëmbëjeni atë dhe shpjeni në mes të xhehenimit. Pastaj, për dënim, endin mbi kokën e tyre ujë të vluar. E thuhet atij, shijoje, dënimin, me që ti je, i fuqishëm dhe fisnik me hamendjen tënde. Kjo është, me të vërtetë, ajo në të cilën keni dyshuar ju. Ata që i druajnë Perëndisë, me të vërtetë, do të jenë në vend të sigurt, në mes kopshtijeve dhe burimeve, të veshur me peka rroba me ndafshi të hollë dhe të trashë, duke ndëitur të ulur njëri karshi tjetrit. Kështu do të jenë të shpërblyer, dhe ne do t'i martojmë ata me hyrje, sy bukur. Aty do të kërkojnë çfarë pemësh dëshirojnë, e do të kënaqen duke qenë të sigurt. Në to xhenete nuk do ta shijojnë vdekjen, pos vdekjes së parë në këtë botë dhe i ruan Perëndia prej dënimit të xhehenemit. Kjo do të jetë dhuni prej Zotit tënd. Ky, me të vërtetë, do të jetë sukses i madh. Na i kemi bërë të lehtë atë Kur'anin për ta kuptuar në gjuhën tënde, për t'u këshilluar ata. Andaj priti të shohësh çka do të bëhet me ta, por edhe ata presin çka do të bëhet me ty.